Sali Berisha I fitoi zgjedhjet, por Edi Rama nuk ja lë pushtetin. Kështu përkthehet rezultati I saktë parë me sytë e opozitës. E vërteta pastaj është tjetër gjë. Ju a shpjegoj nëpërmjet historisë së vërtetë të Maksit. Kur hyri në klasë të 5 në vitin 1995, për herë të parë po përballej me vlerësimin me notë në shkollë, ndryshe nga 4 vitet e mëparshme që mësuesit e fillores përdornin dobët apo të lumtë dora për vlerësimin e tij. Sistemi arsimor po e përballte me një të panjohur, kur deri më dje ishte mësuar me rutinën. Stresohej para çdo testi, fshihej në karrige para çdo ngritjeje në terrasën e zezë, pati lëndë ku shkëlqeu e të tjera ku ngeli përvjesht. Kështu I kaloi vitet Maksi, me atë ndjenjë që ja ktheu shkollimin në traumë dhe vitet më të bukura në ankesë, sa për vështirësinë e sa për mësuesit që gjoja nuk ishin të dashur me të, por kurrë nuk fajsoi veten pse nuk mësoi sa duhet. Një prej ish-drejtuesve të Partisë Demokratike dhe ish-dekani Fakultetit Ekonomik, Omer Stringa, më tha shumë vite më parë. Problemi me studentët është se kur ua japin provimin, thonë e morëm, kur nuk e kalojnë, thonë nuk na e dhanë. Kush I fitoi zgjedhjet, e kupton sot edhe ai që ka ngelur në matematikë.